janë ble disa autoblinda, janë ble armë personale. Tani sistemi i sigurisë është në kontekst më të gjerë, por është më kompleks shumë se sa ne që i qasemi në këto debatet qoftë televizive, qoftë gjatë fushatave elektorale, sepse tentojmë të i kapim ato çështjet vitale, të cilat varësisht nga profesionet dhe varësisht nga ekspertiza që kemi. Me që po flasim për Forcën e Sigurisë Kosovës dhe investimet në Forcën e Sigurisë Kosovës, vërtet ka debat shumë të gjerë rreth investimeve në Forcën e Sigurisë Kosovës, se si para se të vi vetëvendosje në pushtet, s'ka pas investime në Forcën e Sigurisë Kosovës. Do doja ta sqarojmë këtë, se me Ilir kemi qenë bashkë aty, Burimi ka qenë zëvendës ministër, edhe Besa ka qenë pjesë e proceseve, deri në vitin 2019. Ne nuk kem pas kompetencë, kem pas drejt, do thotë se s'kishim mandat ushtarak, dhe ato që ka e leju që të furnizohemi dhe të blejmë pajisje paraprake, një pjesë e tyre dhe janë ble. Janë ble automjete transporti, Humvee, janë ble disa autoblinda, janë ble armë personale, pajisje të tjera personale të cilat i përdor individi, përfshi edhe sistemi komunikimit. Dhe të tjera të ka qenë e vështirë që të investohen. Fatkeqësisht në vitin 2020, në qeverinë Kurtini ka qenë pandemi. Edhe në kohën e pandemisë edhe buxheti i parapon qoftë para edhe pas qeverisë Kurtini, orientimet dhe buxheti është tentuar të orientohet në përballimin dhe menaxhimin e pandemisë. Kështu që është shumë e drejtë, investimet kanë ndodhur nga buxheti i Republikës Kosovës në Forcën e Sigurisë Kosovës, dhe këtë askush nuk e mohon dhe s'do duhet që askush, sepse qeveria për këtë punë është, që përgjegjësia e qeverisë dhe shtetit është që të krijojë kapacitetet, të zhvillojë kapacitetet edhe të përmbahet një plan i cili ishte veçse në proces.